Mjeku Adriatik Berisha u pat e enden duke shoqëruar nga oborje deri brenda në spital ish presidentin Hashim Thaçi, i cili erdhi nga Haga në vizitë te babai i tij, i cili ndodhet i shtruar në QKUK. Berisha përmes një shkrimi në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook ka bërë me dije se këto ditë si mjek në fushën e hematologjisë i ka shërbyer edhe Haxhi Thaçit, babait të Hashim Thaçit. Mes të tjerash ai ka dhënë detaje mbi gjendjen e tij, duke thënë se jati i Thaçit tash e disa javë është në gjendje të rënduar shëndetësore, me disa sëmundje shoqëruese. Sigurisht që pacientit i kam qëndruar afër dhe jam konsultuar në aspekt profesional hematologjik sa herë që ka qenë e nevojshme, e për shkak të gjendjes dhe dije kisha për detyrë t'i qëndroj afër e ta shoqëroj gjatë gjithë vizitës së birit të tij, ish presidenti Thaçi. Qëndroi pa lëkundur, krenare profesionalisht korrekt gjithmonë, në çdo kohë, në çdo situatë, ashtu siç ka qëndruar edhe prindrit e mi gjithmonë. Të dashur miq, historia e shtetit të Kosovës është e shkruar me 3 shkronja të arta dhe përherë do të mbetet ashtu, ka shkruar mjeku në rrjetin social Facebook.